videoklipe muzikore të viteve 2000, 2005, 2010 deri nga 2015 dhe stop. Ndonjëri edhe vinte edhe nga bota e modelingut. Ndërsa sot është më e vështirë, jo vetëm më e vështirë, por edhe duhet të paguash më shtrenjtë një protagonist mashkull se sa një femër. E habitshme por e vërtet. Por sa paguan disa prej tyre? Kemi patur protagonistë të tillë, Vigan Shehun, një djalë sportist, merret me bodybuilding, por është bërë i famshëm në Shqipëri, sepse është vllai i Valon Shehut, por jo vetëm kaq, është marrë disa herë me muzikë, por ka qenë pjesë e një reality show, Big Brother Albania. Aty Vigani mori një famë jo vetëm në Kosovë, por edhe me ata në kufirit këtu në Shqipëri. Ai ka qenë pjesëmarrës në klipe dhe me sa informohemi, Vigan Shehu ka qenë nga të parët aktor të klipeve, personazhe të njohur, por jo dhe shumë të njohur, sepse ishim më shumë të njohur se pjesëmarrës të Big Brotherit, se sa për të aktruar në një klip, me një tarif që kalonte nga 450 deri në 500 euro për të xhiruar rreth një ditë, sepse duhet një ditë për të përfunduar një videoklip, maksimumi janë 2 ditë xhirime. Për të kaluar më pas tek të tjerë personazhe. Kohët e fundit është publikuar një videoklip i Angela Peristerit, Mjegull në Tiranë. Mjegull në Tiranë ka protagoniste Mikeshën edhe këngëtaren e famshme Angela Peristeri. Po përveç saj, në këtë videoklip shikohet protagonist një mashkull i cili nuk vjen nga bota e modelingut, edhe pse ka bërë disa fushata publicitare për kompani të ndryshme, quhet Erik Troqe, është 23 ose 24 vjeç, por ai ka lindur si futbollist, pra është bërë i njohur si futbollist, por më pas duket se e ka lënë karrierën përgjysmë, edhe është një djalë i cili është angazhuar për pamjen e tij, performancën e tij, po edhe për aktrimin në historinë që transmeton kënga dhe teksti i Angela Peristerit. Për ta patur Erikun në këtë videoklip, thuhet se tarifa ka shkuar deri në 500 euro shpërblim për punën që ai ka bërë në 24 orë xhirime në dispozicion të Angela Peristerit. Gjithashtu, do të kalojmë tani tek një personazh tjetër. Edhe ky vjen nga Big Brother Albania. Big Brother